Tani pika më e fortë tona është aleanca në NATO. Atje ne mbështetemi, atje ne I marrim shpresat, gjë që është jo mirë. Sepse edhe NATO, domethënë vendimarrja në NATO ka një farë kohe. Pra mund të dojë minimumi 48 orë. Dhe nga ana tjetër nuk mundet për shembull që ti të jesh I papërgatitur, të jesh objekt I një sulmi, nuk bëj fjalë sulm klasik, një shtet që të mësyn me tanke. Po sulm terrorist mund të ketë, sulm hibrid mund të ketë, bllokim siç ndodhi të rrjeteve tona mund të ketë. Përdorim të lëndëve helmuese luftarake në ujësjellsin e një qyteti të madh mund të ketë, dhe të vdesin disa mijëra ose 10 mijëra njerëz. Për shembull, unë kam përmendur shumë herë dhe dua ta përmend prapë me që erdhi mundësia. Në kohën e komunizmit, trupat kimiste në total ishin rreth 13.000. Domethënë kishte në brigadë kishte një kompani kimiste, në divizion një batalion kimist, po ishin 110 brigada. Dhe kishte edhe një regjiment kimist të përgatitur me pajisje, me stërvitje, me veshjet, gjitha domethënë për të marrë me një situatë kimike ose bakteriologjike. Kur ndodhi Çernobili në 86-ën, trupat tona komunikuan të parat, sepse matej radiacioni I ajrit në çdo kohë, vazhdimisht, jo se ndodhi Çernobili. Pra radiacioni I ajrit matej 3 herë në ditë. Dhe vetëm në brigadën ku isha unë, brigadë jo e rëndësishme, kishte 3 pika të tilla, domethënë në vijin e parë, kishte në Poliçan, kishte edhe në Çajup, që masin radiacionin. Dhe gjitha këto do të thonë u pa që radiacioni u rrit 5 herë. Vinin në qendër, thonë, "Ore, çka ka ndodhur se nuk u hap lajmi më një herë." Pastaj u mor vesh që ishte Çernobili. Kurse tani kush do e marrë vesh në qoftë se ka një infektim të ujësjellësit, për shembull me lëndë helmuese ose me lëndë bakteriologjike. Do e marrë vesh vetëm kur shohim ato viktimat. Pse s'ka kontroll? Ujësjellësi nuk është jashtë kontrollit në Shqipëri, ujësjellësit ta. Ujësjellësi mund të jetë brenda kontrollit, edhe mund të mos jetë, sepse ka ardhur në tubacionin tonë në Tiranë, ka ardhur ujë me balt shumë herë, nuk është se ka ndodhur një çudi që s'ka ardhur ndonjëherë, s'është e padëgjuar. Problemi është se pasi të ndodhi kjo gjë, ç'masa do merren, kush do I marrë këto masa? Në ushtrinë shqiptare tani ka vetëm një kompani kimiste, që kompania është rreth 100 veta. Nëse është e kompletuar, sepse thonë që edhe nuk është kompletuar tamam. Atëherë që janë 13.000, tani 100. Pra, shiko tani diferencën. Dhe situatat mund të jenë fare një lloj. Se nëse luftë me tanke në Shqipëri zorse do ndodhi, nuk e përfitoi do të kollaj një kështu, domethënë skenar të tillë. Luftë me lëndë kimike ose radiologjike në ujësjellës mund të ketë një lloj siç kishte në kohën e luftës sot nga një terrorist. S'është një çudi e madhe. Po, janë gjëra pra që mund të ndodhin siç që janë plotësisht të mundshme për të ndodhur. S'është vjetruar asgjë në mënyrën se si mund ta dëmtosh një vend. Në këtë aspekt, po. Nuk është fare e vjetruar. Po, realisht ne Shqipëria vërtet mendon që gjithçka do e bëjë NATO, domethënë ne nuk e kemi një plan 48 orësh mbrojtje, domethënë është e pamundur që ne të mos e kemi. Kjo është një temë e vështirë që kërkon dhe një bisedë tjetër. Po e kemi dhe se kemi. Për shembull, ne në këto momente mbulimin me artilleri toksore e kemi minimal. Pothuajse të parëndësishëm. Artilleri toksore? Toksore. Artilleri fushore që I thonë. Pra, dikur kishte rreth 5500 gryka zjarri dhe më shumë artillerie toksore, kishte mbi 2500-3000 gryka zjarri kundërajrore. Tani artilleri fushore ka një minimum shumë të vogël. Artilleri kundërajrore s'kemi fare. Vetëm tani është vënë në programe, do të është parë dhe është përmendur në strategjinë ushtarake të re që të investohet për mbrojtjen nga ajri. Pra këto dronët që dhuroi Turqia tani? Po dronët janë ajër-tokë. Pra edhe kur janë sulmues me raketa, ata droni godet në tokë. Pra nuk janë për të luftuar droni me dronin. Ka dronë që luftojnë droni me dronin, sigurisht, domethënë. Po nga ana tjetër lufta kundër dronëve nuk është dhe ka që vështirë, sepse dronët për momentin shpejtësinë e kanë të vogël, nga disa qindra metra, të themi, ose nga disa kilometra në orë, në disa qindra kilometra në orë, domethënë. Kurse raketat që erdhën nga Irani mbi atë Izraelin, e kishin shpejtësinë 5-6 km në sekond. Plumbi pushkës është 735 metra në sekond, shpejtësia e plumbit pushkës. Ajo është 5000 ca metra në sekond, domethënë I bie 5 fishi, 6 fishi I shpejtësisë së plumbit të pushkës. Pra, kur themi mbrojtje nga ajri,
Se kemi një mbrojtje komplekse. Kuptojnë ne kemi mbrojtjen e NATO, sepse NATO ka kupolën e saj mbrojtje dhe gjithë anëtarët e NATO-s janë të mbrojtur nga raketat, aq sa janë të mbrojtur. Dhe kemi këtë, pra jemi pjesë e saj, po nuk kemi këtë tjetrën që, nëse fillon një sulm ajror, çfarë do bëj popullsia? Njerë duhet nga ana psikologjike që Shqipëria nuk është aq e pa rrezikuar saç mendohet. Pse është rrezikuar Shqipëria? Po sigurisht. Pse jo? Po ne jemi të rrethuar nga Itali fqinje, nga Kosova. Shiko, situatat... Grekët nuk janë më grekët e hershëm, situatat ndryshojnë në mënyrë nga më të ashtu. Marrim rastin e një situate raketore. Pa. Dhe kuptohet që NATO-a godet raketën kundërshtare, po coprat do bien diku se s'do rinë ajër. Popullsia duhet lajmërohet siç lajmëron në... Kemi sistem lajmërues si dikur? Këtë nuk e kemi. S'ka më sistem lajmërues Shqipëria? Jo, s'ka. Më fal. Dhe duhet bëjnë prova.